Hrije Hoti, zonja nga fshati Krushe Madhe, që mbeti e vej bashkë me rreth 200 gra të tjera të fshatit si pasojë e luftës së fundit në vend, janë pronare të objektit të ri për kooperativën Krusha, të cilën ajo e themeloi vite më parë në përpjekje për të rritur 2 fëmijët e saj. Aktualisht në kooperativën Krusha punojnë 60 gra të tjera të fshatit, të cilat ndajnë fatin e njëjtë me zonjën Fahrije. Ndërtimi i objektit është financuar 70% nga Bashkimi Evropian dhe 30% nga kontribues vullnetar të disa bizneseve vendore të koordinuara nga Ambasada e Shqipërisë në Kosovë. Historia e zonjës Fahrije e realizuar përmes një filmi të metrazhit të gjatë nën titullin Zgjoj, së fundmi u bë fituese e 3 çmimeve në një prej festivaleve më prestigjioze, Sundance në Amerikë. Vajza jam mësuar të vajza, ose goza, ose zonja, si të doni ju, në respekt të plot të fjalës. Mirë se erdhët në Roskovec. Unë dhe stafi dhe gjithë komuniteti Roskovecit, falë po themi një përhapje shumë të gjerë mediatike që është bërë, ndoshta nga portalet të ndryshme, ndoshta keni bërë, ndoshta më ta shikoni më vonë. Është hera e parë që Roskoveci ka shumë vizitor në një ditë dhe në një moment të vetëm. Dhe unë kam një kënaqësi të veçantë që të kem sot në Bashkinë e Roskovecit. Dhe në qytetin e Roskovecit ka shumë zonja të nderuara, zonja punëtore, zonja të cilat kanë dhënë dhe japin një model sakrifice, një model qëndrese në fakt. Dhe kjo tregon dhe atë njëherë që pa gruan dhe pa forcën e gruas, asnjë lloj shoqërie nuk mund të dalojë. Bujësore Krusha, të udhëhequra nga zonja Fahrije Hoti, janë në dieni dhe vlerësojnë përpjekjet e kryetares së Bashkisë së Roskovecit, zonjës Majlinda Bufi, për zhvillimin e bujqësisë dhe mbështetjen e grave në këtë sektor. Me këtë rast, ato dëshirojnë të realizojnë një vizitë në Bashkinë e Roskovecit për të ndarë përvojat e tyre, për të mësuar më shumë rreth praktikave të suksesshme dhe për të diskutuar mundësitë e një bashkëpunimi të mëtejshëm. Jemi të bindura se një takim i tillë do të ishte i dobishëm për të dyja palët dhe do të ndihmonte në forcimin e lidhjeve mes nesh, shprehet Fahrije Hoti. Unë gratë këtu muaj me thonë Fahrije Hoti janë themeluese e kooperativës, faktikisht një shoqatës personave të gjetur, masnesi kooperativ, bashkë me disa gratë tjera që kemi fillu 5 veta. Tarto janë anëtare të reja, shkojnë, vinë, kontore të ndryshme. Po bazë e punës 20 vjeçare që kemi udhëtu, i kam 4 veta, 5 tu, i prezent, që asë një të gati aktiviteti. Dështë pak një prezentim më gjatë, ne në themelues si shoqatë për persona pa gjetur, në atë kohë në Krushe ndodhe një fatkeqësim nga Serb, ku vran 226 burra dhe ne për 140 gradë veja. 502.000 paprin dhe 99% fshati i shkatru. Mas këtimit në qershor të 99-ës, çdo sen ka qenë djerrim edhe terr. Kryetarja e Bashkisë së Roskovecit, zonja Majlinda Bufi, është entuziaste që këto zonja jo vetëm e duan bujqësinë, por janë një dëshmi se me forcë të palëkundura nga vështirësitë e jetesës, ja kanë dalë mban. Takimi do të zhvillohet në zyrën e kryetares Bufi, ku ato do të njihen me njëra tjetrën, por edhe me bujqësinë që ky qytet ofron për blegtorët dhe fermerët.